Bashkimi skuadra e cila hyri stuhishëm në këtë edicion duke dominuar absolutisht ciklin e parë vjeshtor pas pauzës para kualifikimeve, pësësoj rënje të madhe dhe katërdisvata rresht. Sonte përballë ka Golden Eagle Yllin që si vjet feston jubileun e 50 të themelimit dhe në këtë edicion jubilar kishte hyrë me aspirata të mëdha, por ciklin e parë mbylli me vetëm një fitore 6 humbje. Bickerstaff, Anderson, Cousins, Ismaili dhe Zeqiri do të jetë peshja startuese e bashkimit, ndërsa për Golden Eagle Yllin do të startojnë Shoshi, Scott, Reese, Allen dhe Kastrati. Lis Shoshi dhe Bickerstaff, më i larti është Lisi, edhe topin e merë Risi. Kure pa Lejsonin në thellësi të Bickerstaffi, asiston dhe realizon dy topat të humbur të tij, tentim për treshe nga Kian Anderson. Tentim për 3 pik, airball, por e përmirëson për mrekulli Bickerstaff. Allen nga pozita e tij dhe është kjo pozite Trevon Allen. Disponuar për lojë, në fillim 2 topa të humbur dhe 2 huqe. Në anën tjetër merit Lejson Zeqiri, m'falni. Tentim për 2 pik nga Scott e huq, mirë, po Liz Shoshi e përmirëson, asiston për Risin, afrohet rezultati në 12-9. Për Andersonin nga një pozite vështirë, tenton dhe për treshe realizon. Ik Trevon Allen për mrekulli, deporton dhe engulit për të afru rezultatin në 18-13. Zeqiri e kap topin, Kian Anderson. Lëvizje bukur mashtruese, çfarë asistimi i Kian Andersonit për 22-13, e përsia më e lartë e bashkimit deri tash. Me rivënjen e topit, tentim për 3 pik dhe edhe një treshe kësaj radhe, një me Lejson Zeqirin. Dhe ate që nuk arritën të ndihmon me pick and roll Wamun, drejt dhe në duar të Trevon Allenit. Meriton Ismaili shkon atje për ta penguar dhe kosh faul, asistimi bukur i Trevon Allenit të tentoj për 3 pik. Anderson kësaj radhe, edhe nëse nuk është tash, nëse nuk topin. Ka të lashe sa bukur atje, bashkëpunimi Gzimorinës dhe Altin. Anderson për Bickerstaffin, i cili deporton, nuk arrin të ndalet edhe realizon me 2, janë për treshe, pat edhe ju vetë shpejt lëviz topi Anderson, i vetë muar atje. Pas një pik e vetë me ti. Për mrekulli, në thellësi realizon kapiteni për top. Morina nga një pozite vështirë, tenton, nuk realizon. Lisi me maje të gishtave atje e dëbon, dërsa Hoffman me 11 pik është fenomenal. Opa, vjen treshja e Anton Lejsoni, lëvizje bukur mashtruese në Wamu, mbi Liz Shoshi. Martin Gashi do të rikthet, Lejsoni me treshe. Scott. Larg, shumë larg është Muhamed Ali Anjeva, e realizon pikën e tij të 13. Në anën tjetër Wamu, dashta me thonë heq mos e këshirë se këtë top ka me shku të vendi. Shkurt luajti merit, sa bukur atje në brendi. Shpejt Anderson, fauli Trevon Allenit nuk referohet në anën tjetër. 2 piksha dhe gjuajtje e lirë, Hoffman lufton atje dhe çmonton koshin. Pas 3 minuta gjysmë loj, vim pikët e para nga Brandon Hoffman, qendra e Golden Eagle Yllit, i cili sonte me të vërtet po lufton me mishe me shpi. Është pranë Andersonit, përsëri Lisi pranë Kian Andersonit, por edhe pse giganti 200. Hoffman
hapët atje, e kërkon topin, por Scott vendos të shkon deri në fund, edhe realizon këtu. Vamu për Lejson Zeqirin, të cilin Gzimi tenton ta pengon, por zonale e bashkimit. Gzim Morina, bukur atje. Gzimi mbetet i vetmuar Ellen. Vendos ta gjën topin të Erion Kastrati, i cili në qaste shumë të rëndësishme me shpin 1-1. Meritoni tenton dhe treshën e realizon në treshe me treshe përgjigje. Edhe Meritoni Ismaili. Scott në treshe me treshe për 74 me 70. Backline të Golden Eagle. Ufa! Jo, zotni, jo pran me, Çfarë tentimi i Kian Andersonit ishte i pa fat. Edhe një blokad atje. Kush? Scott. Të gjithë i mbledh, e pason Lisi, kërcen Scott, e përmirëson Lis Gjoshin. Edhe 2 sekonda. Brandon Hoffman me edhe një blokad. Dollapin e bëjnë atje blokun, Trevon Allen tenton dhe treshën e realizon. Çfarë aksioni fantastik. Tenton për treshe. Rees depërton, realizon. Edhe ndeshja përfundon 78 me 77. Mbeti atje Erion Kastrati duke kërkuar topin. Edhe fitore minimale e bashkimit. Çfarë loje, çfarë bete, çfarë drame.